Jemi rikthyer në studio, në prag të 7-8 marsi, ditët kur ne ndërrojmë mësuesit, gra dhe vajzat, ndalemi tek një realitet që shpesh nuk shihet me sy, por ndihet në breza. Janë sakrificat e heshtura që ndërtojnë të ardhmen. Pas çdo fëmije të formuar mirë, pas çdo të riu me karakter, pas çdo suksesi të shëndetshëm, qëndron një nën, një mësues, një edukatore, një drejtuese që ka dhënë kohë, zemër dhe shpesh edhe pjesë nga vetja. Kam kënaqësinë të kem në këtë studio zonjën Alba Jani, drejtoreshe e shkollës nëntëvjeçare jo publike Iliria në Tiranë. Mirë se na erdhe. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit ty që na vjen për herë të parë këtu, e faleminderit për kontributin që e duke dhënë në arsimin shqiptar. Është një privilegj për mua. Po tregon pak për shkollën Iliria. Tani jeni në kulmin e sezonit të vitit akademik. Po, është e vërtet. Në fakt jemi fiks në mes të vitit akademik, edhe mund të them që ndërsa nxënësit janë çdo ditë në shkollë dhe ne shohim që ata kanë filluar të fitojnë aftësi të reja, të zhvillojnë aftësi të reja. Për ne është shumë inkurajuese kur shohim që çdo ditë në mëngjes ata vinë të gëzuar, janë gati për të filluar një ditë të re, plot me aktivitete, me detyra, me projekte, me ndërveprim, me mësues apo me nxënës të tjerë. Është bukur kur shikojmë oborrin e shkollës plot me nxënës çdo mëngjes. Edhe në fakt, ndërsa e duke folur e mënyra se si ti artikulon dhe buzëqesh, them po, ti në fakt të reflekton atë çfarë vërtet kjo shkollë ofron edhe kjo shkollë është, ku ndodheni saktësisht? Ne ndodhemi në Don Bosco, jemi përballë me Vision Plus, në fund të rrugës, nga ana tjetër e Vision Plus, është shumë e lehtë për të aksesuar, është një godin ku mund të gjendet shumë lehtësisht përmes në një zonë banimi. Shumë e thjeshtë për të shkuar. Si lokacion. Çfarë ofron kjo shkollë përveç orëve të mësimit? Si është organizuar? Dita jo në fakt nis në orën 8 të mëngjesit kur fëmijët vinë me transportin e shkollës. Pra e ofron ju transportin? Po, shkolla ofron transport në shtëpi dhe përsëri shkojnë nga shkolla përsëri në shtëpi dhe në orën 8:30 ne fillojmë orën e parë të mësimit, jemi në shkollë deri në orën 3 dhe ndërkohë fëmijët kanë po ashtu edhe vaktin e drekës. Klasat fillore ofrohet edhe mëngjesi për fëmijët e vegjël, kështu që ne jemi deri në orën 3. Mësimi përgjithsisht mbaron në orën 2 dhe nga ora 2 deri në 3 ne kemi kohë studimi, ku nxënësit janë të lirë të kenë konsultime me mësuesit, të punojnë me detyrat e shtëpisë, të punojnë me projekte në grupe, gjë që i ofrohet një mundësi e mirë sepse kur mbaron ora e mësimit është e vështirë për të bërë bashkë me shokët për të punuar projekte të cilat i kanë pjesë të procesit të tyre mësimor. Fantastike. Në fakt, shërbime që ti thua ofron shkolla jo publike Iliria, është shumë bekim edhe shumë lehtësim, është shumë paqe për prindrit, që e kanë mendjen e qetë të fjetur, derisa fëmia vjen në shtëpi. Është e vërtet. Pas dite. Është e vërtet në fakt. Çdo mëngjes prindrit i lënë fëmijët në shkollë edhe ne shikojmë që në sytë e tyre ata janë duke thënë po të lëm gjën më të çmuar që kemi. Dhe siguria për ne është në radhë të parë kryesorja dhe pastaj pjesa akademike që vjen më pas, patjetër që po. Mundohemi shumë që çdo ditë të ofrojmë atë që vjen prej zemrës dhe jo thjesht një detyrim e përditshëm, e drejtë, po. Një pyetje personale, Alba, është e vështirë të jesh drejtuese një shkolle në kohët që po jetojmë? Unë mund të them që për mua është privilegj që jam pjesë e një sistemi arsimor. Jo të gjithë e kanë mundësinë apo edhe dëshirën për të qenë pjesë e ndikimit tek brezi i ri. Prandaj them që për mua është shumë privilegj, pavarësisht sfidave edhe pengesave që mund të hasim çdo ditë rrugës, edhe vështirësive të cilat ne mund të shohim çdo ditë, unë mund të them që të pasurit një mundësi për të ndikuar tek brezi i ri, që të shohim këta fëmijë, këta nxënës, të arrijnë të kenë sukses, të zhvillohen dhe të fitojnë aftësi të cilat i duhen për jetën e tyre. Unë mendoj që është me të vërtet shumë bekim për mua edhe për komitetin e mësuesve në shkollën tonë. Po, gjithsesi, a mendon se gratë në arsim ka një barë më të madhe emocionale? Mendoj që në fakt mësueset janë jo vetëm mësuese. Ato janë edhe nëna, kanë rolin e edukatores,
Po ashtu përpiqje që të ndihmojnë nxënësit edhe kur mund të kenë intensitete të vogla gjatë ditës në shkollë, kështu që një mësuese bën më shumë se sa thjesht pjesën akademike. Ajo jep zemrën e saj para nxënësve. Është gati për të ndihmuar, është gati për të mbështetur, është gati për të dhënë një fjalë inkurajimi dhe mendoj që po, patjetër, kjo përgjegjësi e madhe që mësuesit kanë është shumë e dukshme. Të paktën ne në sy tanë shohim që puna që bëhet nga ana e mësuesve është një punë me shumë vlerë. Është vërtet. Vetë jam prind, edhe mendoj që shumë nga mësuesit e mësueset kanë fëmijët e tyre në shtëpi dhe duket sikur mbarojnë matiturin aty po. Do shkojnë prapë kanë përgjegjësi për fëmijët e tjerëve. Kështu që është një punë dyfishe kjo. Nisur edhe nga tema e kësaj interviste, sakrifica që nuk duken por ndërtojnë të ardhmen, nga pozicioni yt si drejtuese e shkollës edhe nga eksperienca si një ish mësuese, a janë disa sakrifica që duket se njerëzit, prindrit, i shohin shumë rrallë në fakt tek mësuesit, i vënë re rrallë? Mund të them që dita e mësuesit nuk mbyllet me përfundimin e procesit mësimor. Çdo mësues është i përfshirë përtej orarit zyrtar, sepse do të duhet që të bëhet gati për ditën e nesërme, do të duhet që të përgatis materiale të diferencuara për aftësitë të ndryshme që nxënësit kanë në orën e mësimit, duke qenë që jo të gjithë nxënësit kanë të njëjtat aftësi. Dikush, për shembull, mëson përmes anës vizuale, një nxënës tjetër është auditiv, një tjetër nxënës ka nevojë që ta imagjinojë apo ta prek me dorë, të jetë praktike. Kështu që një mësues bën shumë punë në shtëpi, në mënyrë që kur të vitë nesërme në shkollë, në klasë, të jetë gati për secilin nxënës, për të mbështetur edhe për të ndihmuar secilin prej tyre. Kështu që këto janë disa prej gjërave të cilat ndoshta prindrit, komuniteti nuk i vën re, sepse nuk i shohin, por është një punë e tërë që bëhet përpara se mësuesit të shkojnë në klasë. Po. Përtej kësaj, a mendon se mësuesit vlerësohen si duhet në përgjithësi, flas nga shoqëria shqiptare, ka diçka për nga mënyra se si ne duhet i trajtojmë, pra diçka për të ndryshuar? Unë mendoj që në Shqipëri ne vazhdojmë ende dhe vlerësojmë rolin e mësuesit. Unë shikoj me pozitivitet këtë pikë dhe dua ta vazhdoj ta shoh kështu, sepse e shoh që roli që mësuesi ka në përditshmëri tek jeta e një nxënësi është me shumë vlerë. Fëmijët kalojnë shumicën e ditës në shkollë. Dhe ajo që ata mësojnë është prej mësuesve. Patjetër do të shkojnë në shtëpi dhe dita e tyre vazhdon edhe pas procesit mësimor. Por ka një rol shumë të rëndësishëm puna që mësuesi bën me fëmijët në klasë. Dhe mendoj që ende ne jemi në pikën ku i vlerësojmë edhe i nderojmë mësuesit. Nuk do të doja që të prekja ato momente ku me të vërtet mund të jenë pak të dhimbshme, ku kam pasur mësues të cilët janë hasur me vështirësi të ndryshme, qoftë nga prindrit apo dhe nga nxënësit vet. Unë do të doja ta shikoja me pozitivitet të pjesë. Unë mendoj që ende jemi një vend ku e vlerësojmë punën që mësuesi bën në shkollë. Lavdi Zotit teksa dëgjoj të flasësh kështu dy element ose do të thoja dy gjendje që ndërthurën në 7-8 mars, është respekti për mësuesin, por e dashuria për nënën, dashuria për gruan. Mendon se janë zbehur disi kohët e fundit? Mendoj që nxënësit e vlerësojnë shumë, sidomos me afrimin e festave të 7-8 marsit, nxënësit janë gjatë gjithë kohës duke menduar se si mund të shprehin vlerësimin që kanë për mësuesit. Dhe kjo formë e shprehur në qoftë mund të jetë një dhuratë e vogël e krijuar nga vetë duart e nxënësve, apo një dhuratë që mund të ketë ndihmuar dhe familja po ashtu. Unë mendoj që ne jemi akoma duke injektuar fëmijëve, nxënësve, dashurinë, vlerësimin, nderimin për mësuesit. Mendoj që edhe nga ana e familjes po ashtu, ne shohim përdit prindër të cilët janë shumë falenderues. Vinë çdo ditë në shkollë që marrin fëmijët, ata që nuk përdorin transportin e shkollës, dhe janë gjithmonë falenderues për punën që është duke u bërë me këta fëmijë, me fëmijët e tyre. Dhe ne jemi shumë krenarë që shikojmë që ende vazhdojmë të shohim vlerësimin që prindrit, komuniteti ka për rolin e mësuesit. Kush ka ndikuar, Alba, në jetën tënde personalisht?
qoftë në familje, një shembull që kalon gjurmë të këti, po edhe në arsim, edhe kur ke qenë vetë nxënëse. Po, patjetër, unë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës time, mbështetja ime ka qenë në familje. Mamaja ime ka qenë personi i cili më ka mbështetur shumë, edhe më ka inkurajuar të hedh hapa të guximshëm. Ndoshta shpesh herë mund të stepemi nga giganti që kemi përpara, por unë kam parë që mamaja ime ka qenë ajo që më ka inkurajuar, më ka dhënë forcë. Ka influencuar. Absolutisht, po, për të hedhur një hap përpara. Dhe e shikoj këtë si një pikë shumë të rëndësishme, sepse duke patur mbështetjen e saj, unë mund të them me plot bindje që jam kjo që jam, për shkak sepse ajo ka ndikuar shumë në jetën time. Ja, më bëhet qefi edhe unë e përshëndes mamin nga ekrani dhe gëzohem që ke këtë vlerësim e nënat janë heroina. Absolutisht, ajo është një për tyre. Gjithmonë lënë gjurmë dhe janë një shembull i mirë. Absolutisht që po. Po mësuesja që ka lënë gjurmë të këti. Po, në fakt, Kujton? kam një mësuese e cila më ka dhënë mësim në klasë 6 e 7, mësuesja ime e matematikës, e cila ka bërë që tek unë të zgjoj dashurim për matematikën dhe e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se Perëndia kishte komplet një plan tjetër për mua që nuk kishte lidhje me matematikën. Por ajo që kjo mësuese ka dhënë tek unë ishte më shumë se sa thjesht matematikë. Ishte një përkushtim ndaj asaj që a bënte. Dhe duke parë këtë shembull, unë mund të shoh sot që her pas here sjellja ime mund të shkojë në atë pikë që ajo bënte. Kështu që ka qenë një mësuese e përkushtuar, e dashur, e kujdesshme dhe gjatë gjithë kohës plot inkurajim. Pas ka lënë gjurmë se ne jemi mësuar që zyshat e matematikës janë gjithmonë trepta, po s'ka të bëj fare lënda që jep, por personi që në fakt je, edhe shembulli që tregon. Lidhur me festën e 7 marsit, tani ti nuk je më një nxënëse, je në një pozicion, i ke kaluar ato hapa, a ka pasur ndonjë rast pikërisht në 7 mars kur i ndjer krenare për mirë dhe për sakrifica që ti ke dhënë edhe jep në arsim. Je ndjer mirë, je ndjer e vlerësuar. Ka pasur ndonjë moment? Absolutisht, mendoj që nxënësit e shprehin, siç e thash pak më përpara, e shprehin mirënjohjen e tyre dhe vlerësimin në forma të ndryshme. Një nxënësja ime në para disa vitesh, në klasë të 12, ajo krijoi një kartolinë edhe më shkruajti një fjalë falenderimi për të gjithë kohën që ne kishim kaluar së bashku, në orën e mësimit apo edhe përtej orës së mësimit. Në momentet kur në 5 minutë mund të përshëndeteshim në korridor. Fjalët e saj ishin kaq shumë inkurajuese për mua, sa që unë mund të shikoja që ndoshta pa dashur, pa e kuptuar, pa e planifikuar, unë kisha ndikuar në jetën e saj, në mënyrën time të komunikimit, në qasje ndaj problematikave të ndryshme që mund të kishte krijuar klasa, apo edhe thjesht mënyra se si i sistemonim, rregullonim gjërat aty për aty me bashkë me pjesën tjetër të nxënësve, për të patur një marrëdhënie atmosferë pozitive në klasë. Kjo fjalë falenderimi që mora prej saj ishte me të vërtet një dhuratë shumë e bukur për mua, sepse më dha zemër për të vazhduar. Okej, je duke ecur mirë, ka akoma punë për të bërë, ka akoma nxënës që mund të ndikosh, ka akoma nxënës që kanë nevojë për inkurajim, kështu që po, vazhdo. Ndërkohë, tani që nuk jam më një mësuese, por kam kaluar në një tjetër nivel drejtimi. Po, në një pozicion drejtimi, mund të shoh që eksperienca ime si mësuese më ka ndihmuar të kuptoj se çfarë kalojnë mësuesit edhe çfarë përjetojnë ata, sidomos në kohët e bukura, vlerësimet nga nxënësit. Po, një ditë të bukur, vitin e kaluar, një nga vajzat e klasës fillore bën një kartolinë të bukur në formë zemre dhe më shkruan: "Ti je drejtoresha më e mirë që ka njohur kjo shkollë." Dhe me të vërtet, kur e lexova, isha si, okay, e kisha parë që vlerësimi i tyre ishte i madh. Por të shkonte deri në pikë që të reflektohej në një kartolinë ishte shumë e bukur. Unë ende e kam atë kartolinë dhe e ruaj në zyrën time. Sa bekim. Po ndërkohë tani ti si e ruan pasionin vazhdimsi, si e ruan gëzimin, si e ruan paqen tënde. Kuptohet që sfidat janë të mëdha dhe arsimi ka gjithmonë duhet japësh në arsim.
Duhet japësh, edhe pritshmëritë janë të larta. Është e drejtë në fakt. Në Bibël Salomoni kërkoi për urtësi, dituri. Edhe ajo që unë kam si një pikë shumë të fortë që çdo mëngjes ja kërkoj Perëndis është Perëndi më jep urtësi sot. Kam nevojë për drejtimin tënd. As pak e vështirë për ta bërë këtë nëse Perëndia është me ty, në hapat që ti hedh. Mund të them që sfidat e një dite normale në shkollë mund të jenë nga më të ndryshmet. Unë them gjithmonë që ne në shkollë kemi çdo ditë të njëjtë me aktivitete të ndryshme çdo ditë. Edhe e di që patjetër vështirësitë, sfidat, nxënësit mund të kenë një gjendje emocionale, ndoshta edhe të rënduar një ditë dhe një ditë tjetër janë shumë të gëzuar. Normale. Absolutisht që po, por Perëndia na jep atë që ne kemi nevojë çdo ditë. Edhe nëse ne ja parashtrojmë atij të gjitha kërkesat që ne kemi, edhe ato që zemra jonë kërkon, ai është gati për të ndërhyrë, gati për të vepruar. Kështu që kjo është ajo që më jep mua forcë për të vazhduar edhe për të përballuar çfarëdo lloj sfide që mund të vijë përpara nesh. Kush mendon se janë disa vlera të rëndësishme që duhet të mbjellim sot për të korrur një shoqëri të shëndetshme nesër? Mendoj që ndërsa shkolla është duke bërë punën e saj në përditshmëri me nxënësit, edhe mësuesit janë duke u përpjekur që çdo ditë të jenë afër tyre, jo vetëm nga ana akademike, por edhe nga ajo sociale, duke i mbështetur nxënësit në forma të ndryshme, me një fjalë të vogël inkurajimi apo me një përqafim të lehtë për të treguar që unë jam këtu për ty nëse ke nevojë për ndihmë. Unë mendoj që bashkëpunimi midis shkollës edhe familjes është tepër i rëndësishëm. Dhe do doja të ndalesha në fakt tek familja. Mendoj që nëse familja është e përkushtuar ndaj rritjes dhe zhvillimit të aftësive të reja tek fëmijët, duke kaluar kohë cilësore me ta çdo pasdite, vlen më tepër se sa disa ditë pushime të bukura, apo dhurata, rroba të reja, apo teknologji në duart e fëmijëve. Mendoj që ka ardhur koha që të inkurajojnë familjet të kalojnë kohë me fëmijët e tyre, sepse ajo që do të mbjedhin sot me këtë kohë cilësore do ta korrin nesër kur ata fëmijë të rriten edhe të jenë gati për të krijuar jetën e tyre. A do të kishte një mesazh për ata nxënës, cili pra do të ishte mesazhi për të kuptuar që sakrifica dhe vlera e shkollës nuk është një barr, por është një investim për të ardhmen? Është e vërtet, në fakt. Në përditshmërinë time, gjatë gjithë kohës jam duke folur me nxënës të ndryshëm në shkollë. Edhe ajo që unë dua të përcjell tek nxënësit është që arsimi të mësuarit, detyrat nuk janë penalitet. Nuk do të bëjmë detyra sepse ne do të ndëshkohemi. Por detyra edhe projektet që kemi janë çdo ditë një hap drejt suksesit. Ndërsa ne jemi duke mësuar koncepte të reja, jemi duke mësuar ngjarje historike në lëndën e historisë për shembull, këto janë disa informacione të cilat i ndihmojnë ata për të ecur përpara, për të marrë një njohuri të përgjithshme. Dhe ajo që unë mund t'i them nxënësve sot është që ato që janë duke mësuar tani, janë thjesht disa hapa për të ngjitur shkallët drejt suksesit. Dhe këto shkallë suksesi i do të jenë të lehta nëse nxënësit do të jenë gati me vullnet për të ecur me të njëjtin hap që mësuesi është duke ndjekur orët e mësimit në klasë. Po një mesazh për gjithë ato gra dhe vajza që duan të nisin punë arsim, ose aktualisht kanë vite që janë në këtë mision, cili do të ishte? Jeni duke bërë një punë të mrekullueshme. Puna e të qenurit mësuese është një nga profesionet që kanë ndikim të drejtë për drejtë tek fëmijët e vegjël, dhe ndërsa ata janë duke u rritur, ata mund të marrin shembull nga sjellja, komunikimi, mënyra se si ne afrohemi tek ta. Puna që janë duke bërë është tepër e rëndësishme. Pasioni me të cilën nisën këtë udhëtim, këtë rrugëtim, unë do të inkurajoja që ndërsa janë ende në rrugë sipër, le të vazhdojmë me të njëjtin pasion që e nisën ditën e parë,
për të kuptuar që për shkak të punës së tyre, nesër do të shohim një brez të ri që do të jetë ndoshta arkitekt, doktor, e me radhë. Profesioni i cili nxjerr çdo profesion tjetër është ai i mësuesve. Kështu që prandaj është një privilegj që të jesh një mësues e të kesh ndikim tek brezi i ri. Të falenderoj, mesazh shumë i vlefshëm, super mesazh nga zemra. Për ta përmbyllur këtë intervistë, më trego pak, tani shumë shpejt në prill të këtij viti nisin regjistrimet për vitin e ri akademik në Shkollën Jo Publike Iliria. Po, është e vërtetë, Shkolla e Publike e Iliria do të hap në muajin prill regjistrimet për vitin e ri akademik dhe kjo na ndihmon që të jemi më afër komunitetit, më afër prindërve të cilët kanë nevojë për një mbështetje, kanë nevojë për të gjetur një shkollë ku do të jenë të sigurt në radhë të parë fëmijët dhe do të kenë mbështetje aty ku kanë ata më së tepërmi nevojë. Jemi gati për të bashkëpunuar me familjet, jemi gati për të qenë më afër tyre dhe mezi presim që të shohim prindër të rinj, të cilët na bashkohen me prindërit që ne kemi tashmë në shkollën tonë. I mirpresim të gjithë ata prindër të cilët kanë dëshirë të na kontaktojnë, mund të na kontaktojnë përmes numrit të telefonit apo edhe përmes emailit të shkollës që mund t'i ndajmë ndoshta pak më pas, kështu që patjetër ju tashmë jeni edhe në rrjetet sociale, Shkolla Jo Publike Iliria. Po, është shkolla 9 vjeçare. Mund të na gjeni në Instagram apo edhe në Facebook, Shkolla 9 vjeçare Iliria. Po, dhe mund t'ju kontaktojnë. Të falenderoj shumë, mund t'uroj suksese ty dhe stafit, Alba. Shumë faleminderit për ftesën, ishte shumë kënaqësi edhe jam e kënaqur që kemi mundësi të ndikojmë tek një brez i cili presim të shohim të shkëlqejnë. Gëzohem, Alba, faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën edhe një herë. Sakrificat e vërteta rrallë bëjnë zhurmë, ato nuk shfaqen në tituj, por në karakteret formuara, nuk duken sot, por duken nesër në të ardhmen që po rritet në bankat e shkollës. Në këtë 7-8 mars falenderoj me mirënjohje çdo mësues, çdo drejtuese, çdo grua që ndërton të ardhmen në heshtje. Kalofshi bukur miq, takohemi të shtunën e ardhshme.